Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi, wa man wala, thumma ma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vazhdojmë me gjeratën e rrugës së shkëlqyer gjerata e pestë në kapitullin e parë ose në pjesën e parë të këtij libri të çmuar dhe të shtrenjtë, cili autori ka përmbledhur fjalën përvoja tregime nga gjeneratat më të mira që i njohu Islamin dhe njerëzimin përgjithësi. Prej sahabëve dhe dietarëve të çmuar dhe shëndetësve të cilët flasin për aspekte të ndryshme të jetës. Jemi duke folur edhe sot, dhe kjo është gjerata e fundit që autori sjell disa thënie të çmuara në lidhje me mendjen, cilësitë njëri me shoqëri do të vepru, kur vërehet dhe që është vërehet njëri i mençur. Pastaj kur mendja kur ka sukses dhe njeriu gjykon sipas mendjes së kështu me radhë. Fjala në vazhdim të dashur vëllezër është fjala e Ibn Qayyimit rahimahullahu ta'ala, i cili thotë: "Qala Ibn Qayyim, law kharaja 'aqluka 'an sultani min sultani hawak 'adat ad-dawlatu lahu." Subhanallah. Po thotë këtë dietar, nëse mendja jote lirohet prej ndikimit sultanit, prej ndikimit të epshit tënd. Nëse mendja lirohet, pra nuk gjykon me epsh, ose me nefs, me gjona tjera, jo me mendje. Adeti dawlatu lahu, nëse mendja lirohet prej ndikimit të epshit, i kthehet pushteti mendjes. Pra të dashur, mendja është dhunti e madhe dhe luan rol jashtëzakonisht të fuqishëm tek njeriu. Për ata mendja është dhe duhet ishte me i udhëheq gjymtyrët e tjera. Por fatkeqësisht shpesh herë mendja dhe gjykimi i njeriu varet ose bie prej e epshit tij, e egos tij, e inotit tij, e mërzisë kështu me radhë. Dhe nuk gjykon me mendje, por gjykon qoftë me epshe, qoftë me dëshira, me kështu me radhë. Në Qayyim po thotë, nëse ka mundësi ose nëse mendja lirohet prej këtyre ndikimeve, atëherë i kthehet pushtetit që Allahu ja ka dhënë mendjes dhe pastaj gjykon drejt. Për shembull, një shembull të dashur. Të gjithë e dinë që gibeti është haram. E dinë që është haram. Por mendja e dinë që është haram, secili besimtar. Mirë po, inati ndaj dikujna, hasedi ndaj dikujna. Pra të shtin diçka tjetër me ronë, nuk gjykon me mendje, po gjykon punon me epsh, punon me inati, punon me cilësi ose me gjëra të tjera të cilat nuk e udhëheqin ose e çojnë mendjen ka ajo që nuk është mirë. Andaj Allahu azza wa jalla shërzër, subhanallah, ka thonë: "Wala tattabi' al-hawa fayudillaka 'an sabilillah." Dhe mos e paso epshin, sepse pastaj të devijon nga rruga e drejtë. Sa njeriu i del ose shumica e besimtarëve i dinë disa prej veprave që janë të ndaluara, por prapë se prapë punojnë ato, sepse nuk veprojnë sipas mendjes, po veprojnë sipas epsheve të tyre, tekave të tyre, inateve të tyre. Nuk ka thotë, nëse ke mundësi që me qenë racional dhe me gjyku me mendje, pa ndikimin e emocioneve, e gjërave të tjera, epshit e kështu me radhë, dije se mendja ka atë kapacitetin që Allah azza wa jalla ka dhënë me gjyku drejt.
Subhanallah, është fjala radhës, është vëzëshë një fjallë në djetare po është të madhe, i cili thotë, yu'jibuni an ara aqla ar-rajuli al-karimi zaidan an lisanihi. Subhanallah. Thotë, kam qef, më pëlqen, që të burri mirë me po mendjen më të madhe se gjuhën. Mendja ti me qenë më madhe, më lartë se sa gjuha e ti. Pra i ka hije burrit mençur që me fol pak ose me mendu, qëllimi është me mendu shumë para se me fol. Pra më të madhe mendjen se sa gjuhën. Me mendu disa herë ose me mendu mirë para se me fol. Dhe po ashtu pe kuptimi është mos mungut edhe është vëzër me fol para se me mendu. Yu'jibuni, më pëlqen tek një burr i mirë kur e shoh që ai më të madhe e ka mendjen se sa gjuhën. Pra i kushton rëndësi para se me fol mendon e madh që është i kujdesshëm, dhe nuk flet pa peshu fjalën e tij. Pra ma shumë mendon se sa që flet. Fjala radhës është Umar ibn Abdulazizit rahimahullahu ta'ala, subhanallah, thot dy cilësi janë gati të pashmangshme tek njeriu i marrë ose te ignoranti. Dy cilësi janë gati të pashmangshme. Pra kjo është e kundërt të njeriu të mençur. Sikur po do të thonë që njeriu i mençur nuk duhet të posedon çdo dy cilësi, sepse këto janë cilësitë të njeriu jo të mençur. Ose po do të thotë ose ignorant. Cilat janë ato katëratul iltifat? Lëvizjet e shpeshta. Lëvizjet e shpeshta wasuratul jawab dhe përgjigjet e shpejta. Përgjigjet shpejt dhe bën lëvizje shumë. Nuk është stabil. Andaj kanë dashur dietar kjo autori kur respekton atë njeriu që ka burrni edhe ka të ecë rrugës, shikon rrugën para vetes. Nuk të ushqyer herë djathtë, herë shmojt, herë poshtë, herë lart. Nuk është cilësi e mirë e njeriut me bo shumë lëvizje, shmojt, djathtë, poshtë, lart. Mirë po është stabil. Dhe suratul Jawab po është cilësi e mirë, mu përgjigj shpejt. Pra me qenë më i kujdesshëm para se me dhonë përgjigje. Mos mungut, sepse pastaj sepse që do të thotë fjala përderisa nuk e ke qitë, e ke brenda, ti e posedon ato. Po nëse e nxjerr e thu, pastaj ajo të posedon ty. Pra ti e pastaj je në ndikimin e fjalës që i ke dhënë, Po derisa nuk e ke shpreh, mundesh me korrigju. Po kur e qet është pastaj problem. Pra cilësi e mirë do të thotë besimtarët që me qenë i kujdesshëm dhe mos mungut edhe më përgjigj dhe me dhënë fjalë. Ishte cilësi e profetit alayhis salam që në shumë raste kur pyetej nuk përgjigjej. Nëse s'kishte përgjigje, derisa izveste shpallja vahi. Lëvizjet e shpeshta nuk kallëzojnë karakter të mirë të njeriut. Nëse shet ikon edhe kur të rrim, ajo është pak si dyshim. Shmoj djathtë. Disa dhe ma keqë duke qenë edhe namaz, kjo s'po di mo qysh me i thonë. Duke qenë namaz, kjo po fletë jashtë namazit. Normal, ku njeri është të nejtë, të hecë rrugës, me bolë vizit shpeshta të shmajnë djathtë, nuk është cilësi e mirë. Se për duke qenë namaz, nuk po flasin, ajo është pastaj është jashtëzakonisht
jashtëzakonisht e vepër e shëmtuar. Pra me pas të shëllëzër, me pas kujdes. Fjala radhës është Ibn Hazmit rahimahullahu ta'ala. Subhanallah, thot Ibn Hazmi, al-aqilu la yara li nafsihi thamanan illa al-janna. Njeriu I mençur nuk sheh çmim tjetër për veten vetëm se xhenetin. Njeriu I mençur nuk ka tjetër çlip çmim për veten e tij vetëm se xheneti. Themen çmim është kur ki me marrë diçka dhe ki me dhonë. Pra ti ki me dhonë, ki me harxhu diku në jetën tonë, rinin tonë, shpirtin tonë, parët e tua, ki me harxhu diku, e ki me marrë diçka. E po thotë njeriu I mençur është ai që nuk sheh çmim për veten e tij vetëm se xhenetit. Nuk e jep veten e tij për gjona të kota, për epshe, për harame, për dunjë, ndashëm të sahabët e këshin kuptuar mirë këtë qëllim, e kur e kuptoni se është pyetje xheneti, ata e ndarojnë në luftën e Uhudit, të luftën e Bedrit, kur profeti alayhi salatu wasalam I tha shokëve të tij, kumu para se me fillu betejë. Kumu ila jannatin arduha as-samawati wal-ard. Çunë, gretuni, hesni, prapone drejt xhenetit, xhersia e cilët është sot qiell dhe tokë. Njëri prej sahabëve të nderuar I kishte disa hurme në groshtë, bekhin ja Rasulullah. Nal dhe me shpak. Pastaj hodhi hurmet dhe vrapoj drejt betejës. I tha, pse kjo shprehje bekhin? Tha, vallai, më duket shumë, tha, më vënue nëse I haq të hurma, më duket shumë më vënue nëse është në pyetje xheneti. Kurse ajo grua tash vëzër, një grua që ishte sfruar në një sëmundje të rëndë, dhe cila I kishte zot një kohë të gjatë. Epilepsi I binte të fikt, I tha ja Rasulullah, apo e lutë Allahun azza wa jall që Allah të më shëron. Apo e lutë Allahun që Allah të më shëron. I tha profeti alayhi sallam, nëse don po e luti Allahun dhe Allahu ka më të shëron. Por nëse dënë me ba sabër, e ki shpërblim xhenetin. Që s'mundje që Allahu ta ka qu, nëse bën sabër, e ki shpërblim xhenetin. Tha, po bëj sabër. Sepse në pyetje ishte xheneti është mëse, ta kam po xhenetin se çmim për veten e tyre. Mirë po subhanallahu tha një kërkesë pastaj te Rasulullah, kam një kërkesë, lutë Allahun azza wa jalla që kur të bie të fikt, dhe të humb vetia, që i ndodhte shpesh, të mos më shpëlohet avreti. Subhanallah. Pra edhe pa vetdije, edhe në qatë gjendje që njeriu nuk ngarkohet me gjënohet. Lutë Allahun azza wa jalla që të mos më shpëlohet avreti për shkak të turpit që e kishin. Çmimi I besimtarit, njeri të mençur, po thotë Ibn Hazmi është xheneti dhe nuk pranon tjetër çmim për veten e tij. Në dashur vëllezër, ja vlen me sakrifiku, ja vlen me lodhje, ja vlen me quhet, me forcadon, ja vlen me shumaz, ja vlen me agjeru, sepse shpërblimi është xheneti. Kurse me pas kujdes që mos me humbë të shpërblim duke e vrapu pas epsheve të dynjas. Soni do shkëzër I ka shku jeta dhe ka dhënë jetën e tij, ose I ka shku jetën e tij, rinia e tij, pasuria e tij, duke ia bërë qefin nefsit e tij.
vetës e ti, luks mas luksi, dëshirë mas dëshirë, epsh mas epshi. Dhe në fund të gjitha e harrohen, të gjitha harrohen pangelet Allahut nëse kanë qenë të ndëruar dhe mëkat. Fjala radhë është vëzër, është nga Wahab ibn Munabi rahimahullah ta'ala, haqqun 'ala al-'aqili an la yaghfala 'an 4 sa'at. Do të është obligim për secilin njeri të mençur që mos mi nënvlerësu këto 4 orë ose 4 pjesë të kohës ose 4 vepra të rëndësishme gjatë ditës së tij, gjatë kohës së tij. Janë 4 gjëra shumë të rëndësishme që nuk është mirë njeri i mençur me konë gaflet ndaj tyre. Mi ik njëra për i tyre. Sikur po thotë që pavarësisht angazhimeve duhet me gjetë kohë për çdo 4 gjëra. I ka quajt saat, i ka quajt orë, 4 saat, po nuk është kush me qenë 4 orë, as me qenë barabarta, sipas mundësie, por nuk është mirë me ik besimtarit ose me i kalu dita, java, muj pa i shfrytzu këto kohën që të vepra që i ka përmend. E para thot sa'atin yunaji fiha rabbahu, kohën cilën ai e adhuron Allahun e tij, e lut Allahun azza wa jall. Pra, gjithçysh me ndonjë një kohë për ibadet, namaz, Kur'an, lutje, dhikr dhe ibadet e tjera. Pjesa e parë, më e rëndësishme është me ndonjë një kohë për Allahun subhanahu wa ta'ala. Wa sa'atin yuhasibu fiha nafsuhu, dhe një orë me llogarit veten e tij. Me pas të shëtëzër një kohë që besimtari e llogarit veten e tij dhe veprat e tij. Çka punove sot? Sofit të sot për shkëlla për ahiret. Se për dynja jo një, po 10 i kena. Edhe namaz i llogaritëm humbjet edhe fitimet fatkesisht. Por për shkëlla për ahiret, sofit të çka humbe. Është mirë ashtu, sepse nuk mundet njeri pastaj me shfrytzu kohën nëse nuk e bën veten muhasebe. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Omer radhiyallahu ta'ala anhu, llogaritën vetëm para se më llogarit. Ora e parë për ibadet, ora e dytë po thot për me llogarit veten e tij. Ky sheh bashkësa Sheikh Yahya Allahu autori i librit thotë është mirë gjatë ditës, por minimumi gjatë javës, e maksimumi gjatë muajit një herë, njeriu me llogarit veten e tij detaje. Çka bone, çka the, çka punove, çka lëshove, çka tika. Edhe me po ku je. Për ndryshe, thotë, nëse nuk i qet vetit detyra, obligime dhe nuk e llogarit pasa si kërkon përgjegjësi vete, sigurisht që i kërkon përgjegjësi punëtore, thotë s'kemi mujt kur me mëri. Me qit vetit detyra është e mosharat e thënë arabisht, me qit vetit detyra obligime. Këtë muj nuk me lëshu asë një namaz për e falë xhami. Ja bo veti obligim. Mrena këti muj kom i dhonë për zonë, sadak 20 euro, 30 euro, edhe me shkru. Kur është dhe me ledzu Koran, për një muj kom e ledzu, një hotë më është shumë më është të shumicën, por që leja një gjuzë. Me rëndësi është me ja kushzu veti. Me ja kushzu veti e kështu në rrë. Ose kom e thonë, stafirullah dhe këtë më bo që kaqë, e kështu në rrë. Dhe pastaj në fund e llogarit veten se ku je. Dhe den se a je të hecë mirë apo nuk je të hecë mirë.
obligim, po thot për njerinë e mençur është që mos me ik të katër kohë. Me boj ibadet sa një orë për Allahun, respektivisht një kohë me kushtu Allahut, një kohë me e llogarit veten tonë, thot wa sa'atin yufdi fiha ila ikhwanihi, subhanallah, dhe një orë ja kushton vëllezërve të tij besimtar. Dhe një orë, pra një kohë me ja kushtu vëllezërve besimtar për në mojt lidhjen e vëllezër. Nuk mohet xhamati, as nuk mohet vllazëllaku, as nuk mohet feja pa mojt lidhjen me zveti. Nuk mohet. Zatën namazi farz për burra me dalë në xhami është pikërisht për çita. Allahu që të sevapët që na i marrën me orën në xhami si burra, graja o jep të shtëpia nëse falin. A dini këto? Gruaja e cila fal namazin në shtëpinë e saj e ka vlerën e namazit që e fal burri në xhami. Pra, neve si burr na ka dhënë këtë shpërblim kishmut edhe në shtëpinë edhe në të sevapë. Por ka një objektiv më të madh, ka një objektiv pse Allahu na ka kërku për ne dhe me dalë në xhami. Më lidh, më dash, më forcu, më afru. E jo me orë në xhami edhe mos më dash me zveti. E jo më falë në xhami edhe mos me falë me zveti. E jo me orë në xhami edhe dikush pe xhamatit me pas të lashe e tjerit me konë milioner. Për shembull. Ose dikush këtu në lagje me pas të në atë mirat e kojshia mos me pas shka me huga. Për thot gjithqysh obligim këtë jetopët. Obligim e njeriu të mençur është që një kohë prej kohës të rëndësishme, subhanallah, ka shumë ka kushtu rëndësi vëllezëllakut, një kohë ja kushton Allahut, një kohë vetes, edhe jo vetes për me kontrollu veten. Kurse një orë thot vëllezërve të tij. Më ul me ta, me bisedu me ta. Ka besimtar që ndoshta në Ramazan për shumë, edhe në pofshëm, pak përri me zveti. Allah në përmesot e Rabbil. Qëllime dhe shvëzër që më interesu për njëri tjetër, më interesu për vëzër të tu besimtar. Dhe në fund të sa'atin yakhlu fiha subhanallah يخلو فيها بهن للذاته بينه وبين لذاته سبحان الله. Dhe një orë thot ja kushton vetes në aspektin e nevojave që ki me net me familje, me pushu, me hangër, me pi, me dal, me hec, me shepit. E në ceshme është kjo. Pra nuk do të me konë krejt koha veç ibadet. Edhe kjo është ibadet. Por do të me pas një kohë kur njeriu ka nevojë pra për pushim, për zgjuarje, për bisedë, për natyrë, e kështu me radhë. E ka ndodhur të shozë këto 4 orë po të shumë të rëndësishme që njeriu i mençur do nuk duhet me anashkalu asnjëherë. Hakun ndaj Allahut, hakun ndaj vetes që e ki. Pro me nejtë gati vetes kuptimin që me kontrolu vetën Allah. Me kontrolu vetën. Kua po shkon? Dikush i ka po 0, dikush i ka po 70, dikush i ka po... Me po pak me qyra jetë mirë oferi, në stëndekjes për shemë. Ashtë në regull që shtu me shku, po dhe në kopë shmejri. Ashtë në regull që shtu nëse sot në mërë Allah Azza wa Jalla në akhirat. Një kohë mja kushtu për nëzërë besimtar dhe një kohë për haku i nefësit në aspektin e qëllodhjes, relaksit, pushimit, familjes, fëmijëve, miqve, dashamirëve, e kështu me radhë. Fjala e Allahut është poshtë një fjalë
e çmuar shumë. Abdullah Mubarakut rahimahullahu ta'ala, subhanallah, shikon të njerëz. Thot haqqun 'ala al-aqil alla yastakhif bi thalatha. Thot është mirë për njeriu në mençur që mos më nënvlerësu 3 persona. El-ulama was-salatin wa bil-ikhwan. Mos me nënvlerësu, mos me nënçmu 3 kategoritë njerëzve. El-ulama, ulema, dietarët, pushtetarët, dhe tash e shpjegojmë pse, dhe vëllezërit besimtarë. Njëri me që pot këta 3 nuk është i kujdesshëm ndaj tyre 3 kategorive, ndaj dietarëve, ndaj udhëheqësve, pushtetarëve dhe ndaj besimtarëve, vllazërive, miqve, shokëve kështu me radhë. Pse thot? Fa innahu man istakhaffa bil ulama'i dhahabat akhiratuhu. Sepse thot ai i cili nënvlerëson dietarët e ka humb ahiretin. Sepse dietarët janë ndriçojnë rrugën për në ahiret. E kush thot që s'ka nevojën e për hoxhe, për dietarë, për Kur'an, për fe, ai ka humb ahiretin. ومن استخف بالسلطان ذهبت دنياه. Kurse ai që e nënvlerëson sultanin, çka bëhet? E humb dynjan, se sultani ka sa në dorë. Pra do me pas kujdes, mos sjell me dietarët, sepse prej tyre përfitohet rruga për ahiret. Dhe mos sjell me kujdes, këtu i ka disa kuptime me udhëheqësin, sultanin, e para sepse mundesh me apo shepën. Mundesh me apo shepën, edhe që ka po plot, sidomos me qenë udhëheqësi zullum që njeriu plot njerëz që shkojnë shepën. Dikush kalve në burg, e dikush e shkon në pasëria, e dikush se shëtitën në sy kështu me radhë. Ose është vëzër në kuptim tjetër, është për shkak që mos me kriju trazira në shoqëri, por me respektu ranin dhe udhëheqësinë. Zatë na si besimtarë kena dhe thirrje profetike që udhëheqësin me e ndëgju, sepse është më mirë për interesin e përgjithshëm. Nëse ai është gjykon mbrapsh, atëherë nuk është ka thirrje për me hesht ndaj padrejtësive, zullumit, mirë po me pas kujdes. Kurse do të më istakhafa bil ikhwan dhahabat muru'atuhu. Ai që i nënvlerëson dietarët e humb ahiretin, ai që nënvlerëson sultanin, pushtetin, e humb dynjan, pra që të vetën të lhyqe. Dhe ومن استخف بالإخوان ذهبت مروءته. Ai që i nënvlerëson shokët e tij, vllaznitë e tij, ka humb kush? Ka humb burnia. Nëse ke tratu shokun, jaranin, mikun, xhamatin, nëse bën ai gore i nënçmon, atëherë të largohen prej teje. Dhahabat muru'atuhu është atina i humbë edhe burnia, sepse i dojnë kë me dvetin, me shokun, me mikun, nuk ka mujtë me bapra, i humbë burnia dhe karakteri. Dhe fjala dhe radhës dhe shëllëzër, po është e rëndësishme, thëtë Ebu Hatim, është obligim për njeriun që në jekuni lirajihi musafen, që mendimit të ti, kur gjykon me mendje, me gjyku ma shpejt, e kur të
të nxit ato diçka epshi ti, me qenë pak me kujdesshëm. Dhe nëse thot është i dëshimt ka njëherë, qysh me vepru mes dy gjonave, le ta zgjedh ose le të largohet nga ajo që është në ofër epshi. Nëse epshi thot bënja qështu, di që ajo është dallash. Pra me gjyku me mendje, jo me gjyku me epsh. Dhe fjala e fundit është Ibn Hazmit rahimahullahu ta'ala, subhanallah. Fjala e mençur e zakonisht shumë, tregon për gjendjen e besimtarit. Thotë sadaqa man qala inna al-aqila mu'adhabun fi ad-dunya. Ka thonë të vërtetën ai që ka thonë se njeriu i mençur vuan në këtë dynjë, vuan. Wa sadaqa man qala innahu fiha mustarah. Dhe po ashtu ka thonë të vërtetën ai që ka thonë se njeriu i mençur në këtë dynjë është i qetë. Edhe vuan, edhe është i qetë. Ka mundësi thotë. Thotë fe emma ta'dhibuhu fiha fima yara min intishar al-batil. Vuajtja njerit mençur është kur të sheh përhapjen e të keqes. Kur të sheh këqijat që përhap, mëkatet, zullumi, haramet, gjithandej. Ky vuan, njeri mençur vuan, besimtari vuan, dhe i dhem zemra. Shëvet për të shia mërzite. Kurse, thot, është i qetë, qysh ka mundësi me koni qetë, është i qetë, thot, nga preokupimet e shumë njerëzve që i kanë mas plot gjonave të kotët dynjas. Ky vuan, po vuan për diçka të tërë. Vuan veç pse po shet keq. Dhe ai besimtar, ose ai njeri që kur e shet keqen dhe nuk i dhem zemra, imani i tij është fik. Pra ta ka unë hadith, njeriu do të besimtari me ndryshu të keqen me dorë. Nëse s'ka mundësi me dorë, thot me gjuhë, po me folë. Nëse s'ka mundësi as me gjuhë, atëherë me zemër bile mos më pajtu. Dhe kjo me zemër ka thonë mos më pajtu, është pika më e dobët e imanit. E nëse dhe me zemër njeriu dikujna nuk i do këtë keq për hapja të këqijave, atëherë është jashtëzakonisht nivel i ulët i besimit të tij, mos na mos besim fare. E njeri mençur po atë vuan kur e shet keqen. Vuan kur e shet gjunat, vuan kur e shet haramat, vuan kur e shet gjithë të alkohol që ka shesin besimtar. Vuan dhe mërzitet kur e shet këto gra këto qysh po veshën besimtare janë. Mërzitet, i dhem zemra. I dhem zemra kur e shet xhamin që ka pak besimtar. Kurse thot mustarah dhe po ashtu njeri mençur është i qetë. Qysh është i qetë? Është i qetë për shumë preokupimeve që i kanë njerëz në këtë botë. Pra nuk preokupohet shumë, smërzitet shumë me disa gjëra pas të cilave njerëzit vrapojnë dhe jetën e harxojnë. Ky ka tjera gojle, ka tjera telashe, e nuk i ka ato ndoshta shumë që i kanë shumë njerëz duke vrapu pas plot, pas epsheve dhe pas dëshirave të tyre. Këto është ndoshta thënjet e shmura që autori ka përmbledhur lidhje me mendjen në këtë libër, në këtë pjesë të parë të këtyre ligjëratave, të cilat na e sqarojnë se kush është i mençur, cilat janë cilësitë e të mençur, qysh duhet me vepru, me gjyku njeri i mençur, cilat janë cilësitë e gjuhës, qysh
flet deri me ku flet, ku nuk flet, ku është mirë ato gjëra që kemi thënë të 5 gjëratave. Inshallah taala jo